Sekreti i fshehur në ditën tënde të lindjes. Të dashur miq, mirë se vini në një video që do t'ju bëj të mendoni thellë për veten, për fëmijët tuaj dhe për të gjithë njerëzit që njohim. Sot do të eksplorojmë një temë jashtëzakonisht intriguese. A ka vërtet ndikim muaji ose stina e lindjes në personalitetin e një njeriu? Jo, nuk po flasim për horoskop, yje ose parashikime mistike. Po flasim vetëm për studime shkencore serioze, të kryera nga ekipe kërkimore në universitetet e njohura. Shkencëtarët kanë analizuar miliona të dhëna nga regjistrat e lindjeve, nga spitalet dhe nga studime afatgjata. Ata kanë zbuluar se ndryshimet stinore gjatë shtatzënisë, si dieta e nënës, niveli i dritës së diellit, temperatura, madje edhe humori i saj, mund të lënë një gjurmë të vogël, por reale, në zhvillimin e trurit të fëmijës. Në këtë video do të shkojmë hap pas hapi, do të shpjegojmë saktësisht cilët janë faktorët shkencorë që ndikojnë. Do të zbërthejmë karakteristikat e personalitetit sipas çdo stine, pranver, ver, bjesh dhe dimër, me të gjitha nuancat pozitive dhe negative. Dhe në fund do të nxjerrim një përfundim të qartë, të balancuar dhe shumë njerëzor. Pra, uluni rehatohuni, merrni një gotë ujë dhe përgatituni për një udhëtim shkencor që do t'ju befasojë. Le të fillojmë. Pika 1. Faktorët ndikues. Pse stina e lindjes mund të ketë rëndësi? Shkencëtarët theksojnë se nuk është vetë muaji i lindjes ai që programon personalitetin, por ndryshimet mjedisore që ndodhin gjatë muajve të shtatzënisë. Këtu hyjnë 3 faktorë kryesorë që ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e fetusit: dieta e nënës gjatë stinëve të ndryshme. Në pranver dhe ver, nënat kanë akses më të madh në fruta dhe perime të freskëta, të pasura me vitamina, antioksidant dhe fibra. Këto lëndë ushqyese kalojnë të foshnja dhe ndihmojnë në formimin e qelizave nervore. Në dimër, dieta është më e varfër në disa nutriente, gjë që mund të ndikojë në prodhimin e disa neurotransmetuesve si serotonina dhe dopamina. Nivelet e vitaminës D. Vitamina D prodhohet kryesisht nga rrezet e diellit. Gjatë muajve të dimrit, kur dielli është më i dobët, nënat kanë nivele më të ulta të kësaj vitamine. Vitamina D është thelbësore për zhvillimin e trurit, për sistemin imunitar dhe për rregullimin e humorit. Mungesa e saj gjatë shtatzënisë është lidhur me rreziqe më të larta për disa çrregullime mendore më vonë në jetë. Humori dhe niveli i stresit i nënës. Kur një nën është e lumtur, e qetë dhe e relaksuar, hormonet e saj, si endorfina, kalojnë të foshnja dhe krijojnë një mjedis të favorshëm për zhvillim. Nëse ajo përjeton stres kronik, depresion sezonal ose ankth, sidomos në dimër kur ditët janë të shkurtra, hormoni i stresit kortizol rritet dhe mund të ndikojë në strukturën e trurit të fetusit, veçanërisht në zonat që kontrollojnë emocionet dhe reagimin ndaj stresit. Këta 3 faktorë nuk janë magji. Ata janë biologji e pastër. Por mos harroni, ndikimi është i vogël. Ai është vetëm një copës e mozaikut të madh që quhet personalitet. Pika 2. Karakteristikat sipas stinëve. Pranvera. Mars, prill, maj. Stina e optimizmit të lartë. Personat e lindur në pranver shpesh përshkruhen si individ me nivele të larta optimizmi, diçka që shkencëtarët e quajnë hipertimi. Këta njerëz zakonisht janë energjik, entuziast, shohin mundësi aty ku të tjerët shohin pengesa dhe kanë një energji natyrale pozitive që tërheq të tjerët. Megjithatë, një studim i kryer në Mbretërinë e Bashkuar zbuloi një anë interesante. Individët e lindur në muajin maj kanë një rrezik paksa më të lartë për depresion klinik në moshë madhore. Si është e mundur kjo? Shkencëtarët besojnë se ekspozimi ndaj polenit të lartë ose ndryshimeve të papritura të temperaturës gjatë muajve të fundit të shtatzënisë mund të ndikojë në sistemin imunitar dhe në rregullimin emocional. Por ja çfarë e bën këtë stinë unike? Edhe kur përjetojnë periudha të vështira, njerëzit e pranverës kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të gjetur anën pozitive. Ata janë si dielli i pranverës, edhe pas shiut, ata ndriçojnë më fort. Kjo i bën ata të shkëlqejnë në profesione krijuese, në shitje, në motivim dhe në çdo fushë ku nevojitet entuziazëm. Vera, qershor, korrik, gusht. Stina e luhatjeve emocionale. Foshnjat e verës vinë në një botë plot dritë, nxehtësi dhe aktivitet.
Kjo mund të shpjegoj pse si të rritur ata shfaqin më shumë luhatje humori, mood swings, se sa të tjerët. Një ditë janë plot energji dhe gaz, ditën tjetër mund të jenë më të qetë ose të irrituar. Një fakt shumë interesant që dal nga studimet, personat e lindur në gusht kanë shkallën më të ulët të diagnostikimit me çrregullim bipolar në të gjithë vitin. Kjo sugjeron se diçka në mjedisin veror, ndoshta niveli i lartë i dritës së diellit ose disponueshmëria e ushqimeve të freskëta, krijon një mbrojtje natyrale kundër ekstremeve emocionale. Pra, nëse keni një mik të lindur në verë, e dini se ai mund të jetë her pas here si deti, i qetë, pastaj val, por gjithmonë plot jetë. Kjo energji e bën verën stinën e njerëzve karizmatik, aventurier dhe të gatshëm për përvoja të reja. Vjeshta, shtator, tetor, nëntor. Stina e stabilitetit emocional këtu vjen stina me bilancin më të mirë emocional. Personat e lindur në vjesht kanë nivele më të ulta të depresionit klinik, veçanërisht ata të lindur në nëntor, dhe rrezik shumë më të ulët për çrregullim bipolar. Shkencëtarët e lidhin këtë me periudhën e qetë të vjeshtës, temperatura të moderuara, më pak stres mjedisor dhe një dietë të pasur me vitaminë B dhe minerale nga prodhimet e sezonit. Ana negative? Ata priren të jenë pak më të irritueshëm se të tjerët. Një fjalë e keqe, një vonesë e vogël, një detaj i papritur mund t'i nxjerrë jashtë ekuilibrit për disa minuta. Por kjo irritueshmëri nuk zgjat shumë. Ata shpejt kthehen në gjendjen e tyre të qetë, të menduar dhe të organizuar. Njerëzit e vjeshtës janë si gjethet e vjeshtës, të bukura, të qëndrueshme dhe me një thellësi që të tjerët e vlerësojnë me kalimin e kohës. Ata shkëlqejnë në profesione që kërkojnë përqendrim, analizë dhe vendimmarrje të ftohtë. Dimri, dhjetor, janar, shkurt. Stina e kreativitetit dhe sfidave lindja në dimër shoqërohet me disa sfida të dokumentuara shkencërisht, rrezik më i lartë për skizofreni, çrregullim bipolar dhe depresion sezonal. Arsyeja kryesore është niveli i ulët i vitaminës D dhe ekspozimi më i madh ndaj infeksioneve virale gjatë muajve të ftohtë. Por mos u trishtoni. Dimri ka edhe anën e tij të ndritshme. Personat e lindur në janar dhe shkurt shfaqin nivele jashtëzakonisht të larta kreativiteti. Ata janë mendimtar të thellë, artist, shkrimtar, shpikës. Mungesa e dritës gjatë shtatzënisë duket se stimulon zona të caktuara të trurit që lidhen me imagjinatën dhe zgjidhjen krijuese të problemeve. Përveç kësaj, ata janë më pak të irritueshëm se foshnjat e vjeshtës. Kanë një qetësi të brendshme që i ndihmon të përballojnë presionin. Pra, nëse keni një mik të lindur në dimër, ai mund të jetë ai që në mes të krizës gjen zgjidhjen më të bukur dhe origjinale. Pika 3. Përfundimi, çfarë duhet të mbajmë mend? Miq, pas gjithë kësaj analize të detajuar, shkenca na jep një mesazh shumë të qartë dhe të bukur. Stina e lindjes mund të luajë një rol të vogël, si një fuqë e hollë që shton një ngjyrë të lehtë në pikturën e madhe të jetës sonë. Por piktura kryesore krijohet nga gjenetika, nga mjedisi ku rritemi, nga edukimi, nga përvojat personale dhe nga zgjedhjet që bëjmë çdo ditë. Në çdo stinë lindin optimist dhe pesimist, kreativ dhe praktik, të qetë dhe të impulsiv. Nuk ka stinë më të mirë ose më të keqe. Çdo muaj sjell avantazhet dhe sfidat e veta. Prandaj, mos planifikoni datën e lindjes së fëmijës tuaj vetëm për të zgjedhur një personalitet. Mos i etiketoni njerëzit vetëm nga muaji i tyre i lindjes. Përdoreni këtë njohuri si një mjet për të kuptuar veten dhe të tjerët më mirë, jo për të kufizuar potencialin e askujt. Ju jeni shumë më tepër se muaji në të cilin keni lindur. Ju jeni rezultat i një historie unike, plot me zgjedhje, dashuri, përpjekje dhe rritje. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të lini një like, të abonoheni dhe të aktivizoni zilen për të mos humbur videot e ardhshme. Në komente na thoni, në cilën stinë keni lindur ju dhe a e njihni ndonjë tipar që përputhet me atë që thamë sot? Faleminderit që ishit këtu. Takohemi në videon tjetër. Qëndroni kureshtar, qëndroni njerëzor. Mirupafshim.